Këngëtari mirënjohur i Labërist Nazif Çela hedh në gjyq kompaninë Erzeni për reklamën skandaloze ku denigrohet kënga Labe dhe figura artistëve të Labërisë. Reklama e publikuar nga kompania e Bulmetit ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik, pasi shumë artistë, studiues dhe qytetarë e kanë konsideruar atë si një fyerje të hapur ndaj këngës dhe figurës së këngëtarëve të Labërisë. Në materialin promovues të kompanisë, paraqitet zëri i këngëtarit Nazif Çela, si dhe pamjet e grupit të njohur Jehona Labe. Gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora këtë të mërkur, këngëtari Labërist Çela thekson se e gjitha ishte një poshtërsi për Labërinë dhe Shqipërinë. Unë kam folur që atë ditë që doli reklama, e kupton, sepse kjo nuk ishte një poshtërsi që e bën ata, e bën për mua për shembull apo për atë grupin që i kishte quajtur Kokat e Lopës atje. Po kjo ishte një poshtërsi për gjithë Labërinë, për gjithë Polifoninë, për gjithë Shqipërinë, sepse është e vetmja univers që bëhet që këndohet gojore në Shqipëri, është vetëm kënga Labe e mbrojtur nga UNESCO, dhe s'ka më gjë tjetër. E kur arrin një personazh i tillë për esapet të kompanisë tia për të fituar, edhe bën këtë gjest të dhunuar, mund ta them me plot bindje, Labët thonë që i kore se që ke kokë lopti. Edhe këta i vun kokën e lopës Labit. Edhe nuk do t'i ndajemi deri në pikën e fundit. Që do të thotë ne do dalim në gjyq me ta, edhe do të thotë që ne atë firmë duam ta shkrim komplet dhe mos ekzistoj më në Shqipëri. Pra, nuk mund të bësh biznes ti me Labrin. Ti qosh kokë lope Labit. Keni nisur procese? Po kemi nisur procese. Deri kaq. Nazif Çela vlerëson reagimin e qytetarëve dhe publikut, por është i zgënjur nga politika që nuk pati reagim. Ai beson tek organet e drejtësisë. Reagimi në publik që shumë i mirë, por reagimi në politikë është për tokë. S'ka pas fare dhe s'do të ketë. Po se nuk pritet nga këta. Nga këta nuk po pritet asnjë gjë. Këta shikojnë vetëm të bëjnë resorte, të bëjnë gjëra, të fitojnë para të madhe, e kupton? Ashtu bëri dhe ai që vuri kokën e lopës mbi Labërinë për të fituar para. Kështu është. Dhe ne po na mbështeti ligji, me ligj do ndahemi. Nazif Çela thot se ka pasur reagime dhe ndërhyrje nga kompania Erzeni për të mbyllur gojën, por thot se artistët e Labërisë nuk shiten dhe do të vazhdojnë betejën ligjore. Nuk duam ndërhyrje të tjera nga ai person. Nuk duam. Se ka pasur ndërhyrje? Ka pasur ndërhyrje, ka pasur reagime, po ne kemi thënë që s'ka këtu. Reagime çfarë? Reagime që ja mase e rregullojmë, mase e bëjmë, mase kështu tek se kështu e mësuar këta. Paguajnë 5 lekë dhe e shkojnë kështu. Pra nuk të rishin. Pra jo në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë nuk shitemi ne. Në asnjë mënyrë nuk shitemi. Ne jemi Labër, kemi mbrojtur atë identitetin ton, mbrojmë kulturën popullore që e kemi gjetë këtu. Nuk është e krijuam ne. E kemi gjetë këtu. Ne ishim një deg që bim të rrënja prap. Edhe ne do vdesëm, po rrënja aty është do pëlqas prap. Rrënja do këndohet lapçe në gjithë kohërat. Nazif Çela e konsideroi këtë përdorim të figurës së tij si të papranueshme dhe denigruese, ndaj tashmë me kompaninë Erzeni do të shihen në gjyq për prishje të imazhit, por edhe për denigrim të këngës Labe dhe artistëve të Labërisë.